numri pacientëve që brenda ditës trajtohen me kancer gjirit mund të varirojë dhe mund të shkojë prej 10-15 femrave deri në 20-25, varësisht prej ditës të cilën ne ordinojmë terapinë. Por marrë në përgjithësi, kanceri i gjirit është sëmundja dominante në Kosovë, në të dy gjinit, dhe është kryesorja të femrat, dhe çdo vit në Kosovë identifikohen ose regjistrohen me kancer të gjirit rreth 400 deri 450 femra. Dhe vitin e kaluar 2024 ne kemi pas numrin më të lartë kur nga vitet paraprake ku kjo shifër ka mbri deri në 467 femra me kancer të gjirit dhe 4 burra. Meqense kjo sëmundje është shumë e rrallë te meshkujt, por atakon në 10 pacient femër është një mashkull që i bjen, pra në 450 femra janë 4-5 burra të smur ose meshkuj të smur nga kjo sëmundje. Dhe këtë vit, ne deri këto momente kur flasim, kemi prap është sëmundja dominante dhe kemi regjistruar në kanceregjistrin e klinikës onkologjisë rreth 320-330 femra me kancer të gjirit dhe 3 meshkuj. Dhe po vazhdon do trendi i njëjtë me vitin e kaluar, pra nuk kemi ngritje. Kemi një pak më të vogël. Kemi një plato. Do të këto 2 vite kemi një plato sa i përket rasteve të reja me kancer gjirit dhe kjo është send shumë i mirë, gjë e mirë që kemi do të informacion dhe të dhëna që kjo sëmundje mund të mos avancojë edhe më shumë krahasim me vitet paraprake kur kemi regjistruar do të dhëna më të larta të femrave me këtë kancer. Arsyet mund të jenë të ndryshme më herët, për shembull, ndoshta evidentimi më i paktë, mungesa ndryshme në evidentim ose lajmërim të rasteve. Dhe këto viteve të fundit, pra shumica e personave me këto sëmundje lajmërohen në klinikën e onkologjisë dhe ne ata i regjistrojmë dhe i raportojmë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. E qartë. Për gjitha këto gra, ju në një farë formë jeni dera e parë, apo ndihma e parë, si nga ana e mbështetjes emocionale, po ashtu dhe mbështetjes shëndetësore. Si përballoni këtë rast ju rastet në përditshmëri? Sa është e vështirë edhe për juve mjekëve, sepse është me patjetër edhe ndikim emocional. Po, edhe pse kemi emocione, do të ne jemi mjek, jemi profesionist, dhe derisa në hapat e parë të karrierës, kjo ka qenë më sfiduese. Sot ne do të trajtojmë pacient në mënyrë profesionale, të përkushtuar, do të secili nga mjekët, secili nga punëtorët që punon në klinikën e onkologjisë, pra nga infermierët, nga stafi tjetër, mbështetës, nga stafit që punon reparte të ndryshme, si që janë psikologët, fizioterapeut, fizikant, do të secili kryen punën e vetë në mënyrën më të mirë të mundshme, me ndërgjegje të plotë, dhe gjithmonë në benefit dhe të mirë të pacientit. Është sfiduese fakti që është një sëmundje e cila për pacientin është realisht është një gjendje e pa pritur, ndoshta në momenti i marrjes së informatës dhe gjendje e cila do ta sprovoj shumë në jetë dhe kjo sprov pastaj varet prej karakteristikave të sëmundjes vetë personit, karakteristikave, bëhet fjalë pra si sëmundjeve përcjellëse që mund t'i ketë një person, individit ose karakterit të tij, ndihmës që merr prej familjarëve për rrethit dhe pastaj ajo finalja ndikimit korrekt, adekuat që bëhet në klinikën e onkologjisë dhe kjo së bashku pra është një trajtim i grupor, trajtim pra nga shumë individ të përfshirë në këtë halk, në këtë mënyrë të mjekimit dhe suksesi varet shumë nga vetë individi, nga sëmundja, nga koha